Ajo është personazhi më i komentuar në rrjetet sociale. Egli Tako ka thyrë heshtjen përmes një shkrimi të gjatë. E para vërteton që nuk është në një dhomë në Big Brother dhe e dyta tregon çfarë përjetoi dhe pse iku nga gara. Egli shkruan se mediatikisht nuk është dhënë versioni që Gjesi i dha ndjenja, puthje dhe një raport. Për të Gjesi arriti në pikën që donte të ishte ai ose ajo në atë shtëpi. Pjesë nga reagimi i Eglit. Fatkeqësia e historisë tonë mediatikisht mendoj se ishte fakti që nuk ju dha zë, të paktën mjaftueshëm pamjeve ku dhe mua më citoheshin fjalime, qasje romantike dhe konfirmime se një ndjenjë kishte lindur, se kishte një vlerësim tërheqje dhe pëlqim. Puthje, ledhatime, përqafime, prekje të ëmbla dhe çdo lloj kontakti, qoftë edhe nëpërmjet syve, sikurse një njeri i përfshirë në ndjenja bën dhe që ka një peshë të madhe përpara dikujt që ndjen për ty të japin shpresë. U shqetësova dhe u kujdesa më shumë për dikë tjetër dhe emrin e tij aty brenda, sesa për veten, sepse kështu jam unë kur e dua dikë. Ose më saktë, kështu kam qenë dhe shpresoj shumë të ke marrë një mësim këtë herë, sepse askush nuk duhet të vihet përpara vetes. Në fund lëndohesh ti dhe vetëm ti. S'është hera e parë që më ndodh kjo, ndaj dhe jam shprehur se disa tipare më kujtojnë dikë nga e kaluara ime, pa pasur dëshirë të jap më shumë detaje, sepse siç kam thënë, dua të flas për të mirat dhe të këqijat i mbaj për veten time. Shprehet Egli.